Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Hynë në shtëpi për të më vjedhur, më shkatruan derën. Francesca Murati shpëton një tentative për grabitje. Francesca Murati, ish banorja e edicionit të 3 të Bigut, është përballur me një moment të frikshëm, pasi persona të pa identifikuar kanë tentuar të hyjnë me forcë në banesën e saj në Tiranë. Ngjarja ka ndodhur në apartamentin luksoz ku ajo jeton prej muajsh. Pas rikthimit të saj nga pushimet, ajo u shpreh në rrjetet sociale duke ndarë me ndjekësit një video dhe tregon derën e dëmtuar të shtëpisë dhe gjurmët e tentativës për thyerje. Dikush ka tentuar të na hyjë në shtëpi, kanë shkatruar derën, keni kujdes, porosit që pranoni në shtëpi. Ka shkruar ajo duke lënë të kuptohet se incidenti mund të jetë lidhur me një dorëzim i dyshimt. Ngjarja vjen vetëm pak muaj pasi apartamenti i saj i ri në Tiranë u përfshi nga një tjetër incident kur u raportua për një zjarr të papritur që shpërtheu brenda banesës. Edhe pse ende nuk ka dhënë më shumë detaj rreth kësaj tentative për vjedhje apo ndonjë hetim të nisur nga autoritetet, Francesca ka bërë thirrje për kujdes nga ndjekësit e saj, sidomos për ato që pranojnë porosi në banesë. Pas eksperiencës së saj në Big dhe rikthimit në vëmendjen publike, Francesca duket se po përjeton edhe anët më të vështira të jetës në qendër të vëmendjes.